Në orën 8 mëngjesit e ndonjëherë edhe më herët punëtorët fillojnë punën. Puna e tyre është e veçantë, e vështirë dhe e bukur njëkohësisht. Zhurma e lopatave po fillon, matjet po ashtu. Dikush po jep këshillat e dikush tjetër po fillon punën. Është mëngjes i bukur që tregon se dita nuk do të jetë edhe shumë e nxehtë. Rreth e rrotull punishtes ara të bereqetshme, që të marrin syt me hijeshinë e tyre. Nën këto ara shtrihet një qytet i lashtë, quhet Ulpiana, të cilin pas një tërmeti të madh që ndodhi në shekullin e 5, e rindërtoi Justiniani i parë. Ka pasur në Dardani që prej kohëve të lashta një qytet që quhej Ulpiana. Muret e këtij që ishin duke rënë, Justiniani rindërtoi që të gjitha, dhe pasi e stolisi me madhështi dhe i dha bukurinë e sotme, i vuri emrin Justiniana Secunda. Kështu shkruan për Ulpianën autori i kohës Prokopi i Cezares. Të mahnit mënyra të jetuarit në një kohë, për ne shumë të largët, organizimi i jetës, ndërtimi i mureve gjigante, të gjitha me gur. Derisa arkeologu Milot Berisha, udhëheqës i gërmimeve në Ulpian, na tregon për secilën pjesë të kësaj hapësire të vogël që është gërmuar, përhumbesh duke u munduar të kuptosh atjet. Enë të gjetura, monedha, gur të skalitur kushtuar dikujt të veçantë, banjo me sistem breslënës, rrugë, kanale. Mrekullia nuk përfundon me kaq. Në këtë lokalitet janë zbuluar kisha, vare, mozaiqe. Është njëra prej qendrave më të rëndësishme sociale dhe ekonomike të Dardanisë antike. Vendodhja e kësaj qendre në afërsi të depozitimeve të minjerave të pasura me metale të çmueshme i dhan kësaj qendre një rëndësi specifike, që nga themelimi i saj e deri në mesjet. Hulumtimet e para për këtë qytet të lashtë filluan në vitin 2009. Instituti Arkeologjik i Kosovës, gërmimet, hulumtimet e para i ka filluar në vitin 2009. Kanë qenë kryesisht sondazhe fundhyse, pjesë e kuadër të një kampi arkeologjik që ishte organizuar nga Muzeu i Kosovës, dhe po këtë vit është nënshkruar një memorandum mirëkuptimi bashkë me Institutin Arkeologjik Gjerman, përkatësisht Komisioni Romako-Gjermanik në Frankfurt në Main, dhe kanë filluar hulumtimet me karakter sondazhi, karakter hulumtues. Mjeshtër të gurit, konservues e restaurator, secili në këndin e vet e kryen punën që është caktuar. Gjithçka duket në vendin e vet. Ambienti rreth e qark është zbukuruar. Pjesa e parë e ditës ka shkuar. Mistria e Ramiz Bytyçit të kthen në kohë. Ai po e pastron gurët e një muri me shumë kujdes. Largon nga to barishtet. Bytyçi na shuan kurreshtit për gurët që janë përdorur për ndërtimin e mureve. Këtë punë e punoj që 20 vjetë, përveçsisht edhe jam pini fshatit për ku i kanë marrë që guri, edhe jem bashkë ati me në fshatit Shashkës. Aty ku po punon Bytyçi gjendet porta veriore. Arkeologu Berisha na tregon se kjo port është shumë karakteristike sepse është ndërtuar prej mureve të trasha prej 3 deri në 3 metra e gjysmë, me lartësi mbi 5 metra. Me po aq kujdes sa Bytyçi, muret i trajton edhe Fadil Krasniqi, mjeshtër i gurit dhe drurit. Ai na tregon gjithë procesin e punës që nga materiali që duhet të përdoret, deri te mënyra se qysh veprohet me një gur që bie në tokë. Duke na treguar tek porta veriore, një pjesë që është punuar me cimento, ai thot se shihet se si ky material e ka dëmtuar gurin. Materialet ka qenë ekzistuese, është material gëlqeror dhe zallë, të dyja bashkë 3 me 1. Kemi përdorur tjetër mënyrë, origjinali është pjesa kjo, vetëm fugat që i bëjmë me tjetrin material. Ljubinko Trajković po i vendos fugat në mure. E bën këtë punë me shumë kujdes. Flet në gjuhën shqipe dhe thot se ka raporte shumë të mira me shqiptarët dhe të tjerët që punojnë në Ulpian. Ulpiana që prej shumë kohësh është vend interesimi për shumë të huaj, që i kanë ndihmuar vendorët në hulumtime. Gjerman, francez, turq dhe të tjerë kanë marrë pjesë në gërmime. Çdo vit, apo çdo sezon veror, ne kemi pas ekipe të ndryshme të specialistëve të fushave të ndryshme, të cilët kanë qenë prezent në disa sektorë të këtij lokaliteti, që dihet mirë se shtrihet në një sipërfaqe prej 100 deri 120 hektarë. Edona Arifi dhe Kentret Smakaj po bëjnë matjet e një pjese që po gërmohet. Edona është përgjegjëse për dokumentimin e gjetjeve, ndërsa Gentriti historian.
Edona na thot se dokumentimi është pjesa më e rëndësishme, si në restaurim, ashtu edhe në gërmimin arkeologjik. Po nuk e bëm dokumentimin, nuk kemi bë kur gjatë. Dokumentimin, me thënë, fillon është e domosdoshme për secilën gjetje, për secilin veprim, për secilin lëvizjet, me thënë, që bëhet gjatë punës që bëjmë në teren. Puna e konservuesve, restauruesve, mjeshtërve dhe punëtorëve të tjerë nuk është e vetmja. Në një kabinë të improvizuar tek nekropoli verior, një ekip prej 4 vetësh po merret me pastrimin dhe signimin e qeramikave. Petrit Gashi dhe Majlinda Ademi me kujdes pastrojnë qeramikat. Liridona Regjepi dhe Edona Rugova janë skicografe. Qeramikat kur të vizatohen, bëhen kartelizimi, do me thonë periudha, koha, vendi ku u gjet, lloje, mas nej bëhet fotografimi i qeramikës, edhe i bashkangjitet edhe skicimi jon, edhe mas nej arkivohen. Tani puna e terrenit zhvendoset në ambientet e muzeut, ku punon një ekip tjetër. Dea Luma është përgjegjëse për aspektin e digitalizimit, dokumentimit teknik. E kam situatën në Ulpian, do me thonë në plan të Ulpianës së përcjellit, cilën e kam të ndajme në kuadrate. Edhe në bazë të gjetjeve arkeologjike, unë e lokalizoj kuadratin, edhe mandej është më lehtë me u orientu në hapësinë se për cilën pjesë të qytetit bëhet fjalë. Marigona Ademi, bashkë me pranvera Sulejmanin dhe Edona Sahitin, bën vizatimin e gjetjeve të luajshme dhe të paluajshme. Një punë krejt të veçantë në këtë ambient e ka Izrej Gashi, restaurues, konservues. Në ambientin ku ai punon ka pjesë enësh të thyera, por që ai me mjeshtri të madhe i bashkon ato. Përpara kemi një enë të madhe të bashkuar me copza që duket për mrekulli. Pjesë të cilat i ka mungu, ja kemi shtu, si shihet, nuk kemi mundësi që sikur originalin me bo, po duhet mundit edhe pjesa që është shtu, për opinionin që me po, qëlla është original, qëlla pjesë ju ka shtu. Planet për Ulpianën janë të mëdha. Drejtori i Institutit Arkeologjik, Enver Regja, thot se qëllimi i projektit final të Ulpianës është që të hapet për vizitorë dhe të krijohet një park arkeologjik. Regja po ashtu na flet edhe për problemet që i kanë me pronat, pasi që shumica e hapësirave ku shtrihet Ulpiana është në pronësi private. Kemi arrit në këto rrethonat tona, nuk du as shumë me thonë ma tepër, në rrethonat e tona momentale, që ne jemi, pozicionet, kemi gjetë metodën më të mirë të mundshme të bisedimeve dhe të harmonizimeve dhe të themelimit apo të angazhimit ton me pronar privat të koordinojmë punë për një 10 vjeçar. Në Ulpian ka punë për shumë breza të ardhshëm, arkeologësh dhe studiuesish të tjerë. Ajo çfarë është gjetur deri më tani, arkeologu Berisha thot se është vetëm maja e icebergut.